Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Hapet dosja e John Kennedy, 65.000 deri në 80.000 faqe të reja. A ka ndonjë gjë të re? Thuaj se jo. Vetëm disa pandema. Bill O'Reilly është autori i librit Killing Kennedy me 2 milion kopje. Ai thot se vrasësi është Oswald. Do ta kem sot në emision. Përgjithmonë Banaking. Presidenti Trump ka firmosur për coptimin dhe çuarin drejt shuarjes të Departamentit të Arsimit. Është diçka që e ka premtuar në fushat dhe synon të realizojë. Por amerikanët e dinë që një departament i cili krijohet nga Kongresi dhe Senati nuk mund të shkrihet nga presidenti amerikan. Pra duhet kalojnë në Kongres dhe në Senat. Në Kongres kalon, por në Senat duhen 60 vota, pra duhen edhe 7 demokrat. Megjithatë, gjysma e departamentit është pushuar. Por Trump ka thënë që fondet për shkolla Pell Grant dhe në FAFSA do të vazhdojnë. Në këtë përplasje të madhe të zotit Trump me drejtësinë, jemi ndalur dhe javën e kaluar. Janë 700 gjyqtar federal distriktesh. Është vetëm një president. Presidenti votohet nga populli, siç u votua zoti Trump. Gjyqtarët federal të distrikteve emërohen nga president të ndryshëm amerikan, nga fakti se njohin dikë që flet mirë për të dhe kalon atje. Pra, kanë kaje politike. Një president demokrat emëron njerëzit e tij, një president republikan nga krau tjetër. Sa herë që janë republikanët të Shtëpinë e Bardhë, e majta përmes proceseve gjyqësore kërkon t'i frenojë. Ndaj zotit Trump janë bërë 67% të padive gjyqësore të vendimeve të ekzekutive. Nëse gjyqtarët federal të distrikteve konservator e mbajnë veten, nuk hapin gjyqe, demokratët bëjnë të kundërt. Janë 125 gjyqe ndaj zotit Trump. Do ta kem më vonë gjatë fokusit. Americans knew which side of freedom versus tyranny was our national commitment. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Not anymore. We're going to build a wall. It's going to be built. Donald Trump stands on the other side of the wall, where evil lives. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. Is this who we are, America? Abandoning the freedom fighters to help restore an evil empire to domination? Mr. Gorbachev, tear down this wall. That made us proud to be an American. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Donald Trump standing with Vladimir Putin shames what it means to be an American. Which side of the wall are you on? Freedom or might makes right? America or Donald Trump? Në intervistat e fundit që kam pasur me ambasadorin Bolton, por dhe me Bill O'Reilly, kam dashur të trajtoj që a ekziston realisht mundësia e daljes nga NATO nga presidenti Trump. Bill O'Reilly më ka thënë që nuk del. Është thjesht për të ushtruar presion. Disa ish këshilltar Trumpit, përfshirë ambasadorin Bolton që kam shpesh në emision, thonë se Trump do të ikë nga NATO. Nuk do të ikë nga NATO. Është propagandë. Unë e njoha për 33 vite. Nuk e bën këtë. Ai do që vendet e NATO-s paguajnë më shumë. He wants the NATO countries to pay up, and some of them don't.
Po fitoj Trump, vendet NATO-s kanë për të paguar më shumë, sepse nuk duan të rinë në mëshirën e Putinit. They don't want to be at Putin's mercy. So I'm not really worried about that at all. Mendon kështu John Bolton. Ai thotë që e provoi në 2018 në samitin në Brukselit, e frenuan Pompeo, Mattis dhe unë. Mund të largohet nga NATO, por nuk ka rëndësi se si, de jure apo de facto. Fakti që nuk mbështet artikullin 5 është thuajse kur është tërhequr nga NATO. Duket se Trump nuk është i përkushtuar tek artikulli 5. Openly. Haptas, jo si mandatin e parë. Ai thot gjëra ndryshme në ditë ndryshme. Ai nuk e kupton se si funksionon NATO dhe një lloj ideje doli dhe gjatë fushatës së tij që NATO, që Amerika nuk do të mbronte vendet NATO-s, nëse ata nuk shpenzojnë 2% GDP-s. Do të kërkosh rusëve armëpushim? Dhe do shkosh të mbrosh atë vendin tjetër të NATO-s që shpenzon 2%? Jo, dhe kjo e bën NATO-n jo efektive, pa dalë fare për NATO-s. When you're in a war and let's say you're backed up against the border of a country that's not spending 2%, what do? Ask the Russians for a ceasefire? Kemi folur bashkë dhe më parë rreth kësaj. Unë besoj që potenciali për Trumpin që do të rriqet nga NATO është shumë real. I think you and I have talked about before, I still believe that the potential for Trump to withdraw from NATO is very real. But there's also no doubt he can do substantial damage. Mund të bëj dëm shumë të madh sa tërheqja të ketë një formalitet. Përgjithmonë, Banaking. Mbështet artikullin 5 është thuajse kur është tërhequr nga NATO. Fakti që kërkon 5% GDP-s tregon që përsëri. Unë kam patur një bisedë me Ngjelën, avokatin, është quar shqiptare, i cili thotë që nuk e lejon Kongresit dhe Senati që ai dal nga NATO. Dhe i shpjegova që ato që më ka thënë ambasadori Bolton, NATO është traktat. Presidenti amerikan ka pushtetin të hyjë e të dalë nga çdo traktat. Rubio, që sot është ministër sekretari i shtetit, inicioi një ligj në Senat për të mos lejuar këtë. Çfarë ka ndodhur? Sipas informacioneve, po lëvizin të gjithë komandat dhe komandantët ushtarak të Pentagonit. Ajo që krijon më shumë probleme, në qoftë se është e vërtetë dhe realizohet, Trump dhe shefi i Pentagonit ka kërkuar që komandanti suprem i forcave të NATO-s në Europë të mos jetë më një general amerikan. Gjithmonë, komandanti ka qenë general amerikan, sepse 2/3 e shpenzimeve të NATO-s janë nga amerikanë. Ushtria amerikane, më e fuqishme në botë, mund të pranojë që të drejtohet nga një general i huaj. Në qoftë se kjo ndodh, është më keq se largimi nga NATO. Ka disa zëra në Kongres, ka disa zëra në Senat që e kanë kundërshtuar. Në hearing që ka pasur numri 2 i Pentagonit, i është pyetur direkt, a e mbështet NATO-n? A e mbështes? A mbështet që komandanti suprem të jetë amerikan? Ka thënë po. Por Trump nuk pyet askënd. Në këtë lloj qasje ti të butë me Trump, do të gëlojnë, kanë gëluar informacionet e rreme të agjenturave të huaja, se Trump është aset i KGB-s, Trump është aset rus, dhe çdo gjë që bën është i kontrolluar nga ata. Nuk është era parë. Ka kohë që gjatë fushatës 2016 dhe në 2020 u pompua një dosje rrem që doli që ishte fake. Trump natyrisht ka një lloj kupole që e kontrollon, projekti 2025, dhe strategjia e tij është largimi i Rusisë nga Kina, sepse Kina shikohet si rivali kryesor dhe siç thotë Rubio, shumë shpejt mund të jetë fuqia më e madhe ekonomike në botë. Por me problemet që bën zoti Trump, me trysnitë e tarifave, i ka krijuar hapësirë kinezëve, të cilët futen kudo ku Amerika të rriqet. Shi, edhe pse është diktator komunist kinez, në sjelljet e tij të matura, shfaqet si shtetar, Trump krijon ilaritet, sidomos në Europë. Sa do të vazhdoj kjo lloj sjellje e presidentit Trump,
duket sikur është tërhequr nga tarifat. E kupton që tronditja e madhe të bursave të Wall Streetit të dëmton. I përdor si negociata, ka të drejtë. Nuk tërheq dorë nga Grenlanda, Panamaja, presione propagandistike për Kanadan. Në qoftë se arrin paqen, ai merr atë që do, synimin final, çmimin Nobel. Biseda midis presidentit Trump dhe Putin u tha se ishte 90 minuta, Trump pranoi që ka qenë 2 orë, personi i cili ishte 3 orë me Trump në shtëpinë e bardhë e di më mirë se ç'ka ndodhur është Bill O'Reilly. Një segment. That's good. They further discussed the need to stop the proliferation of strategic weapons, will engage with others to ensure the broadest possible application. Another positive. Two leaders shared the view that Iran should never be in a position to destroy Israel. Netanyahu should be happy about that, and we'll report on the ceasefire in Gaza going down a little bit later on. Finally, both Putin and Trump agreed that a future with an improved bilateral relationship between the USA and Russia has a huge upside, includes enormous economic deals, geopolitical stability, when peace has been achieved. Okay, so all positive right now. Putin is a monster, a slippery guy. You got to take that into account. But I think Trump was handling it pretty well. I'm going to get into some micro in a moment. That now becomes a fait accompli, I believe. I think that this ceasefire will happen. Don't know the time frame. Okay? Trump's got good guys over there. His negotiations are good, in my opinion. And I'm tough. Gjithmonë, Banaking. Nga ajo që na është dërguar nga shtëpia e bardhë, është folur për një rivendosje të marrëdhënieve bilaterale Rusi-Amerikë, është folur për Iranin të mos ketë kur kushte që të azjesoj Izraelin, është folur për linjën e mesme, dhe faktikisht është një kthim i Putinit në arenën ndërkombëtare. Pra, në këtë bisedë, ku siç ka thënë Bolton, 75% flet Putin dhe jo Trump, fituesi është presidenti diktator rus, i cili ka pranuar në parim armëpushimin për 30 ditë, por me disa detaje. Djalli qëndron te detajet. Këtë e dim. Do të ketë një armëpushim tek strukturat energjetike, disa shkëmbime të burgosur. Trump thotë që nuk kemi folur për tokat, për territoret, por nga ana e rusëve thuhet se është folur. A është folur për bazat amerikane, a është folur për Kosovën, a është folur... Pra, në një bisedë 2 orëshe, duhet të jenë folur shumë gjëra. Akuzohet Trump shumë i butë, si i rekrutuar nga KGB-ja. Mos u habisni që këto informacionet i keni nga agjencitë britanike, franceze, gjermane, për ta ulur reputacionin e Trump, do të thuhet që ka shitur pasuri me vlera 2 ose 3 fish tek rusët në Florida, shumë biznes me rusët, Trump Tower, Mosk, enigmatike e kaluara e tij. Këto janë të gjitha për ta sulmuar, asgjë nuk është e provuar. Roosevelti pati aleancë me Stalinin. Stalini ka qenë kriminal tejet më i madh se Putin. Të majtësit i lejohet, Trumpit jo. E vetmja mënyrë për të tërhequr Putinin në bisedime është kjo lloj strategjie e përdorur nga zoti Trump. Por Bolton thotë që Trump gabon, ai e konsideron Trumpin si mik, si shok, nuk është, dhe qëllimi i tij është që të fitojë Nobelin. Edhe një herë Bolton. Of what benefits Donald Trump. So he has said many times he sees foreign policy as being equivalent to the relations between the heads of two governments. So if he has a good relationship with Vladimir Putin, he thinks the US has good relations with Russia. Now, I'm not dismissing the role of... Si gjithmonë, herën e fundit kur Trump u takua me Putinit, ju ishit në të njëjtën dhomë. A mendon se Putini e merr seriozisht Trumpin? Mendoj se e merr seriozisht si presidenti i Amerikës, por nuk mendoj se e merr seriozisht si Trump. E shikon si dikë që është i manipulueshëm. Si një stërvitur i KGB-s, ai e manipulon dhe që nga koha e inaugurimit, ai e ka manipuluar Trumpin në shumë gjëra.
And just in the past few weeks since Trump's inauguration, I think he's done a number of things to manipulate him on Ukraine, for example. Gjithmonë Banaking. Natyrisht që kur ka bisedime të mëdhenj, preken dhe vendet e vogla. A do ta prek marrëveshja Kosovën? A do të hiki baza amerikane atje? A do të largohet nga NATO? Janë enigma të mëdha dhe ajo që na e rrit dyshimin është arroganca dhe ignoranca e Donald Trump Jr. në takimin me Vučić, një mesazh që është pro-Serbis, edhe pse ai nuk ka asnjë post zyrtar, por dihet forca e tij shumë e madhe, gjysma e kabinetit zotit Trump është emëruar nga ai. Megjithatë, Biden më ka thënë disa herë që Trump jump kërcen nga një subjekt në subjekt tjetër nuk na ka dëmtuar mandatin e parë, zoti do të mos na dëmtojë dhe këtë radhë. Sa më larg diku Grinell nga Kosova, aq më mirë për ne. Por Kurthi duhet gjej një lobing, një zyrë lobingu për të rivendosur marrëdhëniet me Amerikën siç duhet në favor të interesave shqiptare. Çfarë është mirë për Kosovën, për Ballkanin, të jetë në ndikimin amerikan apo në ndikimin evropian? Nëse ne jemi në Francën dhe Gjermaninë, mendoj se ne kemi humbur. Ndaj përplasjet midis BE-s dhe NATO-s janë shumë të rëndësishme në këtë pikë, se gjërat mund dalin jashtë duarve. Nëse njerëzit popujt në Europën perëndimore do të shikonin atë pamjen më të madhe, ata do ta kuptonin që të jesh antar i perëndimit si diçka e përgjithshme është shumë e rëndësishme se të jetë pjesë e BE-s. Ne do të kishim gjetur rrugë që të kishim marrëveshje për tregti të lirë midis Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata do të kishin, evropianët të kishin atë NATO si mbrojtje të perëndimit. NATO is the military arm of the West. E kemi flakur këtë lloj, Trumpi këtë e ka flakur tej. Ai po bën atë që sovjetikët donin gjatë luftës së dytë që ta përçanin perëndimin. Nuk është mirë për asnjë. Kombet e di që duan situatën më të mirë ekonomike, pa diskutim. Donin situatën më të mira gjeostrategjike. Këto gjëra bëhen, po është e pamundur nëse Bashkimi Evropian merr përsipër t'i bëjë vetë gjitha. Impossible to achieve. But it is impossible if the EU. Sepse të paktën në anën ushtarake ata do të dështojnë. On the military side, they will fail. Gjithmonë Banaking. Media shqiptare se ka një dashuri të madhe për konspiracione se me çfarë ngjet në Departamentin Amerikan të Shtetit. Nuk kam dashur të merrem gjatë me fatin e një diplomate amerikane, Yuri Kim. Zyrtarisht, si gazetari atashuar të qendra e medias tuaj pranë Departamentit të Shtetit, më thënë që po ndaj me ju këtë informacion off record, që ndryshimet e pozicioneve janë normale për zyrtarët e karrierës, siç është ambasadori Kim. Ambasadori Yuri Kim, më thënë, tashmë është Senior Advisor, ky është titulli, paralel me nën sekretar shteti, për eficiencinë dhe përgjegjësinë financiare, duke marrë një përgjegjësi që është prioritet për Departamentin e Shtetit. Në televizionin tim e thash, në Shqipëri, nga që ishte off record, ç'po ngjet në Departamentin Amerikan të Shtetit. Rubio do të ruat pushonte 1380 diplomatë që ishin në probation. Probation janë diplomatët që kanë 1 vit, 2 vjet punë, janë provë, gjykata i ka kthyer përsëri. Janë 700 diplomatë që kanë pranuar pension të parakohshëm dhe janë lërguar me dëshirë. Pensioni është në pagesë shumë e madhe. Rubio këtë e tha kur përplas me Elon Musk. Ndërto mund të jetë Donald Lu, i larguar me pension të parakohshëm, mund të jetë dhe Yuri Kimi, e cila ka humbur, nuk dihet se ku ka shkuar. Departamenti, unë e kam pyetur zyrtarisht, nuk e përgjigje, për Kasanovin e kam përgjigjen. Ka kaluar në Pentagon, lektor të Institutit i Mbrojtjes. Ishte një figurë që mbështeste lobin shqiptar amerikan, por në atë pozicion politik të leadershipit të departamentit nuk mund të rinde. Çfarë ngjet? Kur vjen një sekretar i ri i shtetit, largohen emërimet politike, i japin dorëheqje të gjithë, në disa poste politike janë dhe punonjës të karrierës, siç ishte ambasadori Donald Lu. Protokolli e do që ata që ndrojnë detyrë derisa kalon nominimi nga sekretari i ri.
Nominime s'ka për 6 muaj janë bllokuar, as për ambasador, a për emërimet në departament ka vetëm acting nga detyrë. Kështu që Lu u largua bashkë me 60 ditët e parë. Mund të ketë dalë në pension, mund të afruar diçka tjetër, jo i shkarkuar si s'flasin në Shqipëri. E njëjtë gjë me Kasanove, Yuri Kim nuk është tek web page si numri 2 i Byros së Europës. Edhe ajo mund të ketë dalë në pension të parakohshëm, mund të shkojnë në detyrë më të ulët, mund të pres mbase për ambasadore. Presim kur të na vi zyrtarisht nga departamenti. Unë them aq sa mund të them, off record aq sa di. Kam qenë i ashpër me të, jam krenar, një pjesë kur jam përplasur me të në konferencë shtyp. And you, please unmute yourself and ask your question. Robert Papa. Hi, Robert Papa, MCN Albania. A është e vërtet që pilot nga Ukraina do stërvitet në bazën e NATO-s në Kuçov në Shqipëri? I haven't heard that. You don't have it. There are armë taktike bërthamore të Turqisë do të vendosen në bazën e Kuçovës. E vërtet? I don't know how to respond to that. It's not anything that I've ever heard. Në qoftë se kjo është e vërtet, kjo është arsye që ju toleroni korrupsionin në qeverisë Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man. Thank you for this question. I see there is Për gjithmonë, Banaking. Departamenti i Europës, ku zonja Kim ishte numri 2, ka 11.700 diplomat. Mbulon Europën dhe Euroazinë. Presidenti Trump, administrata ka kërkuar 8 deri në 10% shkurtime. Përgjegjësi zyrtar për këtë procedurë do të ngarkohet ambasadori Kim. Natyrisht që diçka ka pasur, sepse ajo ka kohë që nuk bën Twittera zyrtarisht në faqen e saj, madje Twitterin e fundit e ka pasur për Biden, mori një rol nga Rubio disa javë më parë për të monitoruar ndihmat në Ukrainë, dhe befas na është thënë që ka filluar në një mars të kjo detyrë. Duke qenë numri 2 Byros së Europës, ajo kishte mbikëqyrje totale për ambasadën në Tiranë. Pra, vazhdonte të na dëmtonte, por nuk besoj se do të dilte nga orientimi i shefave, se s'ka se si. Shërbimi i huaj diplomatik funksionon si Pentagoni ku janë me grada. Punonësit e karrierës kanë grada dhe në bazë gradave rriten detyra, por një punonjës karriere nuk mund të shkojmë shumë se zëvendës asistent sekretar shteti. Pra, asistentët e sekretarit shtetit janë krerët e byrove. Por mund të shkoj deri aty si shkoj Luja. Deri kre byroja, edhe pse është emrim politik, mund të vihet një punonjës karriere, por me ardhin e administratës dhe është detyruar të jap dorëheqje si çdo lu. Në qoftë se ke punuar 25 vjet në diplomaci, ke drejt të dalësh pension përpara kohë. Dhe pensionet janë shumë të mira dhe ata kalojnë punojnë për think tank, japin mësime, siç ishte rasti i Kasanov, i cili mbulonte Ballkanin, ka lënë detyrën e tij si numri 4, po themi, te Byroja e Europës dhe ka shkuar tek Universiteti i Mbrojtjes në Pentagon, duke mbajtur gradën e tij diplomatike. Nuk është habi që 25% e departamentit amerikan të shtetit janë dhe kontingjentet CIA. Këtu nuk hyn dot. Në raste të veçanta, në vendi që ka probleme të mëdha, ka pasur dhe ambasador, siç mund të ketë në rastin e zotit Limpret në Tiranë. Por well, the State Department is a bureaucracy. It's a giant bureaucracy. And the ambassadors, they're people who are appointed because they gave money to whatever administration is in there. I mean, they're mostly, they're not politicians. They don't have a background in political science or geopolitics. They're donors.
and they're rewarded with, seats in Rome and London and Paris and in your country, and they come in, they don't really understand the dynamic of what's happening, some of them are smarter than others, but they take orders from the Secretary of State. So Anthony Blinken will call them up and say, I want you to meet with this person and say this, and that's what they do. So ambassador is more symbolic than hands-on, Robert. Të gjëra që nuk thuhen haptas janë sekret. Ta abuzosh se çfarë ndodh në Departamentin Amerikan të Shtetit me teori konspiracioni, nuk u thësh thjesht një foshnjëritet gazetaresk, por dhe një hedhje e vrerit të panevojshëm për të prishur marrëdhëniet me këtë vend të madh. Çdo institucion amerikan përfaqëson këtë demokraci të madhe. Media këtu, pa diskutim, kërkon, ka të drejtë të ketë akses, dhe unë jam mirënjohës Departamentit Amerikan se sa herë i kërkoj informacion, më janë përgjigjur. Siç ishte rasti i ambasadorës Jurikim. Personalisht kam qenë kundra saj me sjelljet në Shqipëri. Kjo do të thotë që e vërteta qëndron nga unë, sepse fundi fundit ajo ka zbatuar urdhrat e shefave të saj. Por dihet që administrata e Blinkenit ka qenë ndikuar nga Soros. Dhe Departamenti Amerikan i Shtetit me fakte 74% janë demokratë regjistruar, pra kultura korporative është e majtë. Arriti dhe e majtë radikale, me Rubion ka shpresa, por janë blokuar të gjithë nominimet. Dhe po të shikosh, do t'i jap më vonë, janë me acting në detyrë të ngarkuar, nuk është numri 2, nuk është numri 3, tek Europa i takonte të ishte Jurikim, se që dyshi zëvendës asistentja principal kryesore nuk u bë, dhe u vë një senior official quhet. Senior advisor është ajo, por është një grad në gjuhën diplomatike. E baraz vlerë me se ka dhe pagesat. A e ka zonja Kim ose zonjusha si goditje këtë, është një ngritje apo pret radhën për të shkuar ambasadore diku. Sepse 20-30% janë ambasador politik, ku zoti Trump shpërblen ata që ka dhënë miliona dollar donacione, të tjerë emërohen nga kjo trup diplomatike me grada, ka një komision me 5 vet, i cili nuk funksionon, sepse vetëm Rubio është i emëruar, dhe siç e kam thënë, nominimet janë bllokuar. As Vice President Vance, Vance është senatori që ka bllokuar emërimet e ambasadorëve. Si ka mundësi që një senator të bllokojë me 10 ambasador? Too many ambassadors. Well, there are conventions and customs in the United States Senate. Ka konventa dhe tradita në Senatin Amerikan. E quajnë veten si trupin më diktues në botë. Sa i takon kortezisë Senatit, siç quhet, senatorë individual kanë shumë ndikim. Një senator bllokon për një kohë, derisa lideri i majorancës vendos për mbyllje dhe përcaktim të kohës, se sa mund zgjas bllokimi. Presi tani që Vance do të merret me fushatën, shumë nga emërimet e ambasadorëve do të kalojnë. Është një praktikë e hershme. E përdorin demokratët, republikanët, liberalët, konservatorët. E përdorin me ju kur u emëruat ambasador në KB. E kam saktë? Ta them nga përvoja vjetëjake. Siç thot mafia, asgjë nuk është personale. Duke mos qenë numri 2 i Europës, nuk na dëmton më. Ju lutem, injorojeni. Është thjesht një nga 27.000 diplomat në departament, ndërkohë që gjithsej Departamenti Amerikan i Shtetit me misionet dhe ambasadat ka rreth 73.000 vetë. Këtu futen dhe punonjësit lokal, të cilët nuk kanë shtetësi, marrin green card, dhe ndaj tyre do të ketë pa diskutim ajo që quhet 10% shkarkime. Do të kundërshtohen gjykata, siç ndodh shpesh. Në rastin e parë, kur ishte presidenti Trump, nga 1.000 emërime reale politike në administratë që ka të drejtë kaloj, vetëm 450 kaluan. Tani jemi shumë pak, rreth 200.
Por ai ka kaluar letës emërimet e kabineteve dhe me emërimet në acting vazhdon politika e tij. Me departamentin që në kohën e mandatit para i injoroi. Më shumë i dha pushtet Boltonit. Me Rubion është një tango tjetër. Rubio pretendon të jetë për president 2028. Dhe siç do të ma thoshte ambasadori Bolton, mos prisni të dalë kundër ti, sepse kur punon në administratë, siç kam qenë, ti do të mbështesësh bosin tënd. Ka një pikë pastaj për integritet që mund të përfundoj me dorëheqje, është shumë shpejt. Rubio, për mendimin tim, është pro Kosovës, do të na mbrojë, është pro NATO-s, do orvatet që ta mbrojë dhe NATO-n, pra mos dalë presidenti Trump. Fati i madh është që Trump nuk përqendrohet shumë në probleme, 10 minuta, 5 minuta kërcen nga një anë në anën tjetër. Dhe nuk ka një schedule që thuhet që sot do të bëj këtë. Nuk e ka pasur as në biznes. Por me Trump është diçka tërësisht ndryshe. Amerika ishte në një ndarje të madhe. O do të shkonte te poshtë ekonomikisht, do të zbeje fuqia saj, ose do të merrte rinja dhe Golden Age që Trump synoi. Trumpi ka problem, ka shenjë narcisiste. Por Trumpi erdhi me votë. Përfaqëson djathtën, përfaqëson konservatorët, dhe kjo është e vetmja rrugë shpëtimi për këtë kom të madh, superfuqi të madhe. Është i butë me Putinin. Fakt. Por zemra e neokonservatorizmit qëndron në Senat, qëndron në Kongres, ka disa vija të kuqe që shpresoj dhe besoj nuk do ta lënë të kaloj. Dosja e Kennedyt. Bill O'Reilly, miku i Focusit, ka bërë komentin më të mirë. Sepse nga janë 65.000 deri në 80.000 faqe dhe nuk mund të shikosh për një herë, nuk e ke iden. Por janë dy detaje. Dikush që thotë që kur Oswald ka qenë në Bashkimin Sovjetik, ka qenë shumë i dobët në qitje, dhe Bill O'Reilly thotë që ai ka qenë sniper në Marinë, pra i aftë për të bërë vrasjen. A është sjellur sikur nuk di të bëjë qitje në Amerikë. Dhe në fakt ka qenë sniper. Një njeri mbushur me urrëtie, me probleme. A u shfrytëzua nga CIA, a u nxit nga ata. Teori konspiracioni ka pasur, ka dhe do të. I missed your question. What did Angleton say to the committee? What Angleton said to the committee was that he had relied on Israeli emigres to build his own intelligence empire. And one of the people who he deployed to monitor and surveil Oswald was probably one of these Israeli agents. It's not clear yet, but it seems like the evidence in this new testimony strongly suggests that Angleton recruited Oswald as a source or a contact. It's indisputable that he kept him under surveillance for 4 years, from 1959 to 1963. These new documents point to an Israeli connection using Israeli agent to monitor Oswald. You know, Bill, Angleton had 180 pages on Lee Harvey Oswald on his desk a week before Kennedy went to Dallas. That fact alone has only emerged in recent years, received no news coverage, and is really an extraordinarily important part of the story. Njerëzit, si këtu në Amerikë dhe në Shqipëri, besojnë atë që duan të besojnë. Rastin e Jurekin. I jep fakte, i jep logjik. Nuk dikush dekrej që jeton në Fluckë, në Babull, nuk e ndryshon. Edhe teoritë e konspiracionit për vrasjen e Kennedyt nuk i mohon dot. 40% amerikanëve kanë atë mendim që kanë dhe nuk e ndryshojnë kurrë. Nuk lexojnë. Por Trump bëri diçka shumë pozitive. Fakte duhet dalin. Bill O'Reilly ka qenë 3 orë në takim me presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë, dhe siç do të thoshte që biseda i tha që kur do të hapësh dosjet e Kennedy, dhe tha nesër. Dhe dosjet u hapën janë 65.000 faqe. Çfarë ka gjëra të reja nga dosja Kennedy që nuk është thënë? Është përfolur që CIA ka pasur një ndikim. CIA e ka pasur në vëzhgim Oswald.
KGB-ja gjithashtu është një person që është arratisur nga Amerika, ka shkuar në Rusi, mësvaj është kthyer mendja dhe nuk e di se si është lejuar të vi përsëri në Amerikë. Në Texas ka pasur një lidhje të çuditshme me Upper Hill, i cili vinte nga një familje aristokrate, ndërkohë që Oswald ishte ordiner bashkë me të shoqen ruse, e vetmja lidhje ishte rusishtja. Por Upper Hill është personi që të nesërmën e vrasjes presidentit Kennedy është larguar nga Texasi dhe ju ka thënë njerëzve që një grup i CIA-s ka vrarë presidentin. Më vonë ai është gjetur i vetë vrarë me një plumë mbas veshit djathtë, ndërkohë që ai ka qenë sallaks. Pra lidhja e CIA-s me Oswaldin është Upper Hill, por përmendet edhe një agent i Mossadit, i cili kontrollohet nga CIA dhe ka pasur si të rekrutuar Oswald. Janë nga dosja. Dhe hidhet një ide që Izraeli e ka dashur të vrarë presidentin Kennedy, sepse Kennedy ka qenë kundër që t'i jepet armë bërthamore Izraelit. Ka konspiracioni për vrasjen e Kennedyt nuk merr fund kurrë. Libri më i shitur i Bill O'Reilly, Killing Kennedy, me 2 milion kopje, arrin të nxjerrë një lloj të vërtetë dhe është kundër konspiracioneve, si Glenn Beck, jo më larg se dje, thotë që e ka vrarë shoferi i Secret Service dhe jepet një filmin. Lidhur me dosjen e Epstein, O'Reilly ka thënë që mos e hap, se skandali hapet shumë dhe nuk dihet se deri ku shkon. Trump ka zgjedhur një mënyrë të zhumshme lidhur me të gjitha ato që kërkon të realizojë. Nuk duhet të jetë e tillë, nuk ka pse të jetë e zhumshme as me Groenlandën, as me Panaman, as me Kanadën, por as edhe me Europën. Qëndrimi i tij ndaj Europës tregon një lloj kompleksi inferioriteti të dikujt që vjen nga një familje e zakonshme europiane. Paraardhësit e kanë pas dram, jo me të Trump gjerman. Ai ka një lloj qasje të tillë ndaj aristokracisë europiane, Francës, Britanisë, dhe është i bindur që BE-ja është vend armik me Amerikën. Në fakt, qytetërimi perëndimor përmes kësaj aleance euroatlantike Amerikë-Europë garanton si paqen, Pax Americana, zhvillimin, por dhe një Europë të fortë. Ideja e Gjermanisë për të dalë të pavarur nga ndikimi amerikan, jo që është e dëmshme, po është e paralizueshme. Nëse gjermanët do të shpenzojnë $800 miliardë, por nuk janë thjesht për ushtrinë, për mbrojtjen, por dhe për infrastrukturën, nuk ka asgjë të keqe se shkojnë tek premtimi që kanë bërë 11 vite më parë, kur kanë pranuar të paguajnë 2% të GDP-s. Përgjithmonë Banaking. Ajo që ka krijuar shumë hilaritet është se presidenti Biden ka firmosur në shumicën e kohës me atë që quhet autopen, pra jo vetë. Ka dhe president tjerë që e kanë bërë, ka nisur me Trumanin, Trump rrallë e përdor këtë, Trump çdo firmë që vë e tregon kamera. Kush ka qenë ai pra që ka drejtuar Shtëpinë e Bardhë dhe ka firmosur në vend të Joe Biden? Gruaja, Clay, një shef i stafit, njerëz të Obamës. Nuk është e re. Kulmi arriti në kohën e Edith Wilson, gruaja e presidentit Wilson, për të cilit ne kemi respekt për ruajtjen e Shqipërisë kur ai na mbrojti në Paris, pasi ka përsuar një goditje strok në tru, ajo ka firmosur vend të tij. Skandaloze. Por ajo që thot Trump që unë do të shfuqizoj gjithë dekretet e presidentit Biden që janë bërë me autopen, as kjo nuk qëndron. Sepse ai fali në fund familjen e tij dhe është bërë me autopen. Politikisht, Trump e përdor. Media e majtë, e cila ka qenë dhe vazhdon të denigrojë zotin Trump, do të ketë përsëri informacione, agenti KGB-s, dosje e madhe, lidhje me mafien ruse. Pra janë sulme që do bëjnë dhe nga agjencitë si britanike, franceze, gjermane, për të ulur reputacionin e tij. Por kanë filluar dhe thonë që
e pranojnë që e kemi ditur që presidenti Biden nuk ka qenë në rregull nga ana mendore. Po çfarë? Është pranuar nga një inteligjenca gjermane që virusi i Covid ka dalë nga laboratori 5 në Wuhan. Nuk ka ardhur nga asnjë kafshë tjetër, edhe kjo pranohet sikur s'ka ndodhur asgjë. Është pranuar që e dinin të gjithë që kufiri jugor u hap me arsye vetë nga Bideni. Dhe pretekstet e tij që nuk e mbyll dot kufirin jugor sepse nuk kam një ligj kongres është zero, sepse sot 95 e kufirit është zhvillosur me një urdhër ekzekutiv nga presidenti Trump. Demokratët si parti thuajse janë kaos, pollët i nxjerrin shumë herë më keq se republikanët. Trumpi edhe pse disa pollë i nxjerrin 47, disa 49, duket se po vazhdon rrugë drejt. Në momentin që do të fillojë të ecë ekonomia, edhe për Trump do të jetë në rritje, por ideja se mund të jetë kandidat për herë të tretë është sa shqetësuese aq do ofenduese për njëri me një inteligjencë mesatare. Siç do thoshte Bill O'Reilly, nuk kam kohë të merrem me këtë pyetje idiote me komën. Por Steve Bannon thotë që Trump po do të vijë herë të tretë. Trump e ka thënë disa herë, pse jo, ka qenë Roosevelti, ka një amandament që e ndalon. Aq më tepër që është në një moshë që na kujton Bidenin. Dhe Bill O'Reilly thotë nëse çdo gjë shkon në rregull, presidenti i ardhshëm do të jetë mbas 4 vitesh JD Vance. Por kjo nuk dihet se si do të shkojë. Për gjithmonë, Banaking. Që kam shpesh në emision, thonë se Trump do të ikë nga NATO. Nuk do të ikë nga NATO. Është propagandë. Unë e njoha për 33 vitesh. Nuk e bën këtë. Ai do që vendet e NATO-s paguajnë më shumë. Po fitoj Trump, vendet e NATO-s kanë për të paguar më shumë. Sepse nuk duan të rrinë në mëshirën e Putinit. At Putin's mercy. So I'm not really worried about that at all. Herën e fundit ju mbaj mend History Tour me Trump. Përse nuk e keni ftuar në emision? Ka kohë. E keni ftuar apo jo? Po bëjmë diçka, s'po ta them, prit. Po ti e di, unë jam djarjek, rjashpër. We are working on something. I can't tell you what it is, and I hope it comes through. But, you know, I'm a tough guy. I know. Politicians, but we're working on it, and by next week we'll have some definition on it. You see what's happening with Fox News? It's not like Bill O'Reilly. E shikoj çfarë gjet me Fox News, nuk është në kohën e Bill O'Reilly të madh. Të zhvon ndryshe, ata bëjnë atë që të bëjnë, ne bëjmë tonë. Unë drejtoj sot organizatën time të lajmeve më e suksesshme në botë, si organizatë lajme. Yeah, we're happy here. And I got to tell you, Robert, you're very informed. I really like speaking with you. I want to say hello to everybody in Albania. I've been to Corfu. I had to cross over, but I'm going. I'm going. Next year, I be your guide because Albania. O'Reilly vitin tjetër do të jem unë guida juaj sepse Shqipëria ka ndryshuar mrekullisht. I'm going to take you up on that, Robert. We're going to come in and you're going to show us around. So that'll be a lot of fun. So thank you for having me on. Thank you for reading the book, Confronting the Presidents, and we'll talk again soon, I hope. Thank you, sir. It was a pleasure. I'm honored. Cheers.